billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi shurafa wa ba'd. Falënderim dhe Allahu jalla jalaluhu, salatu wa salam qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith: "An-nujumu amanatun lis-sama, fa idha dhahabat an-nujumu ata ahla as-sama'i ma yu'adun, wa ana amanatun li ashabi, fa idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxit, na udhëzon që na seriozisht ta mësojna fejen e Allahut subhanahu wa taala, që na seriozisht të preokupohemi me çështjet elementare, bazike nga feja e Allahut subhanahu wa taala, çështje apo dituri e cila është obligative për çdo musliman. Dituri në të cilën nëse njeriu bën ndonjë lëshim apo ndonjë gabim nuk arsyetohet te Allahu subhanahu wa taala. Nuk arsyetohet te Allahu subhanahu wa taala post në raste ekstreme. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "An-nujumu amanatun lis-sama." Yjet janë siguri për qiellin. Yjet janë siguri për qiellin. Kur të ikin yjet, kur të shkojnë yjet, ata ahla as-sama'i ma yu'adun. Banorët e qiellit goditen me atë të cilën janë premtuar. Na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë pjesë të hadithit se kur të shkatron yjet, më është kiameti. Shkatrohet gjithçka, pos asaj që Allahu don mos u shkatrohet. E tha Allahu jalla jalaluhu: "Kullu man 'alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." Tha Allahu: "Kullu man 'alayha fan." Krejt ajo çka ekziston, ajo çka është mbi tokë, dhe krejt ajo që është në gjithësi, ka mu shkatru, ka mu sos, ka mu jarë fundi. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ka më mbet fytyra Allahut, ka më mbet Allahu subhanahu wa taala i lartë madhruari. Me një ajet tjetër Allahu thot ka mu shkatru gjithçka, pos asaj që don Allahu subhanahu wa taala. Xheneti nuk shkatrohet. Gjehennemi nuk shkatrohet, arshi nuk shkatrohet, dhe atë që ka dhënë Allah s.w.t. nuk shkatrohet. I pa diçka tjetër, shkatrohet. Pra i vjen në fundi kësaj gjësie. A e arritëm na fundin, a jemi na të ky fundi, apo ku jemi, kjo nuk ka rëndësi. Në moment që njeriu del prej kësaj bote, është bo kiameti për ta. Në moment që njeriu del për kësaj dunjaje, vjen meleku dhe ja merr shpirtin. A ka mu bo kiameti mas 100 vjetëve, a mas 1000 vjetëve, a mas kujdi sa vjetëve, nuk është më rëndësime. Nuk është më rëndësime. Fletorja për ty është në shenjë. Atë që ka ki punu, atë ki me gjetë. E letë nëzitojmë, të punojmë para se më ardhë këj moment. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Unë jam siguri për shokët e mi. Unë jam siguri për shokët e mi. Kur të shkoj unë, kanë më godit shokët e mi me atë të cilin jam premtu." Përderisa ishte gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët për çdo problem më të vogël çka e kishin, edhe më të madhin, e kishin lehtë. E kishin let për shkak se e kishin zgjedhur me vete.
u arbitronin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i atregonin dertin problemin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e gjykonte e vendoste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u krynte ky mohabet. Në mesin e sahabëve nuk ka pas kundërshtues, pas tek munafikat. Tha Allahu: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima." Jo pasha Zotin tant, ata nuk kanë besu derisa nuk të marrin ty gjykatës në problemet që ata i kanë. Ama kjo s'ka qenë veç për shokët e pejgamberit alayhis salam. Kjo është edhe për neve. Ky ajet vlen edhe për neve. Jo, pasha Zotin tant, ata nuk kanë besu derisa nuk të marrin ty për gjykatës në problemet që ata i kanë me zvete. Pastaj, mos të kenë paknatësi në gjykimin që ti vendos. Pastaj, yusallimu taslima, të dorëzohen plotësisht ndaj gjykimit që ti ke vendos. Te sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë kështu. Munafikat kanë pas paknatësi. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte shtylla ku ata u mbanin në problemet e tyre, ku ata u ktheheshin në problemet që ata i kishin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të shkoj unë, kam i godit shokët e mi ajo me cilën jam premtu. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Çfarë premtimi apo çka na tregoi se ka më ndodhur pas dekës së tij? Tha: "Wa man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira." Kush prej juve ka me jetu pas meje, ka me pa polemika, kundërshtime, përçarje të shumta. Na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përçarje, polemika, probleme, kundërshtime. Mi po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e la me kaq, na tregoi çka duhet me bë. Dhe kjo është pika shumë e rëndësishme, që duhet me mbajt mend mas pakti prej krejtësave që flas në këtë natë, këtë pikë. Aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu 'alayha bin nawajidh. Tha ju këshilloj juve që të kapeni fort për sunetin tim dhe sunetin e imamëve të drejtë, halifëve të drejtë. Kapuni fort me dhëmballa sunetin. Dikush sot propagandon, ban muhabet për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se është pasuesi i sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po vetëm në disa çështje. Se e ka lëshu dikush mjekrën, edhe unë jam me sunet. Apo pse falet me tekbire, unë jam me sunet. Apo pse i ka shkurtu pantolonat, unë jam me sunet. Apo pse nuk i fol grave të huja për dore, unë jam me sunet. Dhe pun tjera të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kërejta këto janë prej sunetit. Mirë po, i pari send, kryesor, para të cilit nuk ka asnjë send tjetër, e i cili është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është tauhidi, është akidja, është besimi në Allah subhanahu wa taala. Dietarët e selefit, dietarët e parë të muslimanëve, kur kanë shënuar libra, ajo periudhë kohore ku ka fillu lëmit të ndahen, lëmit e hadithit, akides, edhe lëmit tjera, dietarët kur kanë shënuar libra të akides që janë të njohshme në teknologjinë kohën tonë, i kanë emërtu Kitabu Sunne. Kitabu Sunne i Imam Barbaharit. Kitabu Sunne, libri Sunnetit i Imam Ahmedit. Libri Sunnetit i Imam Barbaharit. Edhe libër të Sunnetit, gati se çdo dietar ka shënuar libër të Sunnetit. E ti kur të hish me lexuar në ato libra të Sunnetit, mendon që është duke folur për to Sunnetet që na i dina. Në fakt, libri fillim dhe mbarim flet për akide. Në fillim dhe mbarim flet për akide. Pra sunetin që na duhet me ndjek fillimisht është besimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
është akiden e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është tauhidin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu shohim pastaj një problematik shumë të madhe. Se njerëz të cilët proklamojnë që janë pasues të sunetit, të njëjtit propagandojnë, avancojnë ligjin tjetër pos ligjit të Allahut, e për të cilin ligj tha Allahu, ju nuk keni besu derisa të ktheheni te pejgamberi me u xhiku me çka? Me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe këtu shohim një farë kontradikte shumë të mëdha. Pra sunet i parë i pejgamberit se stem është akida, besimi, tauhidi, njohshmëria e Allahut, mos i bësh shirk Allahut subhanahu wa taala. Pastaj meselet tjera të dinit të Allahut subhanahu wa taala. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, derisa jam unë jam sigurim për shokët. Kur të shkoj unë, kanë më godit. A u goditën? U goditën shumë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Me vrasjen e Omar ibn Khattabit radhiyallahu anhu u goditën. U thy dera e fitnes. Dhe pastaj ndodhi ajo çka ndodhi në jetën e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që na mëson neve se polemika pas ka me pas deri në kiamet. Kundërshtime pas ka me pas deri në kiamet. Përçarje pas ka me pas deri në kiamet. S'kina ku mi ik kësaj. Na ka kallëzu për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se na dëgjojmë shpesh shumë përçarje, tamam mirë, më shumë përçarje. Shumë përçarje. S'kena qef, ama ekzistojnë. Shumë kundërshtime, nuk kena qef e pas kundërshtime, ama ekzistojnë. Ekzistojnë. Pse ekzistojnë? Sunet e Allahut në tokë. Na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'kena ku mi ik kësaj na. Po çka do të më bëna? Na do të më bëni punë. Që më shpëtue, me dalë faqebardh para Allahut, me dalë fitimtar para Allahut, në të me bëni punë. Qka? Me mësu fejnë. Me mësu dinin me argumente. Atë besim qka ti e ketë, mësujsh me argumente. Dhe pastaj është shumë letë. Shumë debate thjesht. Ama kur të mësojsh argumente për fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kur tham më mësu argumentet, nuk e kam për qëllim më mësu argumentet hifz kret. Se cili xhamatli i cili nuk është talebe dhe nuk është hoxh dhe nuk është dietar, kret më mësu argumentet për çdo mesele, ajet hadith. Kështu atëre këtë xhallar kena më vonë. Allah i na bof këtë xhallar, këtë vetë dietar na bof. Mirë po, apo, si të cilë është i përkupum me punë të dunjas edhe kështu me radhë. Po ajo çka duhet me mësue, ajo çka duhet me e bana, është me prezentuar në për ligjerata, ku përmenden ajetet edhe hadithet, edhe në qoftë se nuk e mban mend ajetin, meselën e din. Tash me anis shumicën prej neve, me i vetë për do çështje të fejsë Allah, të valla nuk e di argumente, ama mesela çështu është. Krajnë du të me la tërë për një brim. Ajnë hadithin, valla hadithin se dhja më du të me la krajnë tërë këto. Kështu e kam për qëllim. Me i ndëgju ajetet, me i ndëgju hadithet, me i lexu ajetet, me i lexu hadithet, me mësu fejen me argumente. Edhe në qoftë se haron argumentin, ti e ke mësu, e ki të ndërtu me mbi diçka. Qoftë se ti nuk e di argumentin, është argumentin, Kur'an dhe Sunet. Shti me konë në rrugën e drejtë. Kjo na mëson neve që na duhet në përditshmëri na më mësu për fejsë Allah s.w.t. Jo me thonë, qële, une këto ligjerata i kum gu para 30 vjetëve, ju të rritë, sa shvazhdojni se na i kina sos në të vjetërit. Jo. Allah s.w.t. në Kur'an, në fillim atje, në Mekke, i ka këshillu, i ka urdhëru sahabët, adhurojeni Allahun, mos i bani shirk Allahut. Adhurojeni Allahun, mos i bani shirk Allahut. Adhurojeni Allahun, mos i bani shirk Allahut. Besonin Allahun, besonin botën tjetër, besonin melaçet. Ajetet të shumta. Pastaj në Medinë Allahu ka thënë: "Ya ayyuhalladhina aminu billahi wa rasulih." O ju që keni besu. Tash Allah është duke fol besimtarëve, sahabeve. O ju që keni besu, besoni në Allahun. Çish më kuptu tash, na kena besu, ço më besu më shumë. Kjo na kallzon neve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe Allahu xhela xhelaluhu edhe pse ka mbaru periudha e Mekës ka ndal Medinë, tematikat e akides dhe besimit kanë qenë të vazhdueshme dhe ka nevojë njeriu ko pas kohë mi përsërit. E ngon ligjërat, një cikël të ligjëratave, pas një periudhe e ngon edhe një herë. Nëse po unë kum ngun një herë,
Kur çka ki mojt me para se? Kur jo veç i je njoftuar me meselet. Angon edhe një herë. Edhe kështu. Ta njëjtën kështu. Pse? Për shkak se harrohet. Diçka që nuk përsëritet harrohet. Surën Fatiha e haron, se e fal për ditë namaz, e lexon për ditë namaz. Tankon atë jadën e haron, nuk haron se e ki për ditë namaz, lexon çdo herë namaz. Mi po surë që e ki mësuar do njëra se ki përsërit, e ki harruar. Kjo pjesa e hadithit na mëson neve me ka fort argumente, me prezantu ligjërata, qoftë me prezencë fizike në për xhami kombëtar, qoftë në rrjete sociale, me ndëgju ligjërata, me ndëgju argumente nga fjala e Allahut, nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me bëu shumë dua Allahun xhelal xhelalu, që Allah më na mësoi po të vërtetën, si të vërtetën me pasu, më na mësoi Allah me pa të kotën si të kotë, dhe më u largu, me lexu fjalën e Allahut, me bëu dhikr, me bëu istighfar, më kon të lidh me Allahun subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shokët e mi janë siguri për umetin. Kur të shkojnë shokët e mi, ka me godit umetin atë me të cilën janë premtuar. Edhe pse pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u sprovun sahabët dhe patën probleme, ato që kanë ndodhur në mes të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, megjithatë apet aty ishin. Aty bashkë ishin. Mirë po, me vdekjen e sahabijut të fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, umeti është godit me përçarje edhe më të mëdha, me probleme edhe më të mëdha, me hidhrime edhe më të mëdha, me kundërshtime edhe më të mëdha. E shpëtimi i vetëm është me u kthy te shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me i lexu argumentet edhe me i kshyr historikisht çysh ata kanë vepruar me këto argumente, me këtë hadith, me këtë ajet, çysh ka vepruar Allah, çysh ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çysh ka vepruar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për fund, thot Muhammed Kutbi Allahu më shiroft, është e vërtet se umetin e ka godit ajo të cilën na ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka godit. Është për çfarë umeti? Fraksione të shumta, mendime të shumta, në fraksione të tjera, edhe kështu më radh. Degzime. Thot mirë po, ajo që ka godit umetin në kohën tonë, e kur flet për kohën tonë, e ka për qëllim 150 vjetëshin e funit. Këtë e ka për qëllim me kohën tonë. 100 vjetëshin deri 150 vjetëshin e fundit, deri sot. Thot mirë po, ajo që ka godit umetin në kohën tonë, më herët s'ka godit. Pandarsisht për çarjeve që ata i kanë pas mes vete. Na e dim apo fitnën e në kohën e Imam Ahmedit. Imam i muslimanëve e kanë torturuar, e kanë burgos, edhe kështu më radhë. Ka pas fitnë. Edhe më herët, edhe më vonë. Vazhdimërisht në historinë e muslimanëve ka pas probleme në mesin e muslimanëve. Mirë po, ata kanë ditë me qenë bashkë kundër armikut. Ata kanë ditë me qenë bashkë një grosht kundër armikut të jashtëm. Kur është bë puna për armikun e jashtëm, kanë qenë bashkë. E këtu, në territoret e tyre, mrenda, kanë pas probleme. Kanë pas kundërshtime, kanë pas polemika, kanë pas edhe ekzekutime. Por do një çështje pe që ka pas burgim, i kanë burgos, i kanë torturu, rasti i Ahmedit, rasti i Ibn Taymijes, Allah më shiroftë, rasti i Ibn Qayyimit, dietar në historinë islame që njihen. Çka thot Muhammed Kutbi, çka e ban dallimin mes neve edhe atyre? Se ata ka pas probleme edhe te na ka probleme. Ata ka pas polemika, ata na ka polemika, ata ka pas përçarje, ata na ka përçarje. Pse ata janë bu bashkë na sumboni bashkë? Pse ata janë bu bashkë, kanë mujt mu bu bashkë, na sulbohemi bashkë. Dhe kjo është një pyetje që shumë vete e parashtrojnë. Pse ave vëlla zbohen bashkë xhallar? Pse ave zbashkon këtë bashkë? Pse zbohet umeti këtë bashkë kundër çafirave? Thot Muhammed Kutbi. Vdekja e pejgamberit sa ka qenë musibet, fitne, sprove madhe. Më një herë fort ka të filluar. Kush ka më bë halife? E krytër me një këtë punë. Abu Bekr e bën halife shpejt edhe usos më vetë. Usos ky problem.
Vdekja e Omerit, vrasja e Omerit radhiyallahu anhu në xhami, sprove e madhe, për shkak se ishte dere fitness. Vrasja e Uthmanit, sprove edhe më e madhe. Sprova që i patën musliman pas vdekjes së pas vrasjes së Uthmanit ibn Affan radhiyallahu anhu, polemikat mes vetëve e cila u bë shkaktare pastaj për derën e gjakut mes tyre, ishte sprova dhe shumë e madhe. Vdekën shumë për muslimanëve. Por shok fitness. Vrasja e Aliut, sprova e madhe, radhiyallahu anhu majma'in. Periudha e kryqëzatave, sprovë shumë e madhe për muslimanët. Periudha e tatarëve, sprovë shumë e madhe për muslimanët. Pavarësisht këtyre sprovave dhe problemeve që në për të cilat kaloi ummeti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse u ballafaquan me probleme të mëdha, apet ishin të bashkuar. Kur ish puna kundër romakëve, edhe pse kishte në mes të muslimanëve Mu'tazili, kishte Ash'ari, kishte Murxhi, kishte Ahlus Sunna, kishte Ahlul Hadith, nga gjithë fraksionet, kur ish puna me krishterë, krejt bashkë kundër tyre. Andër mes veti, polemika sa dush. Ibn Taymije me Ahlul Kelamin, me filozofët, ka bo polemik të madhe. Pjesa dërmuese e shkrirët Ibn Taymijës ka këto probleme. Tu ju bë demand bidatxhive. Mi po ato bidatxhit e njëjtë është bë kundër krishterëve ose kundër tatarëve. Thot më kubi, pse? Pse ata kanë mujt, na nuk mundemi. Thot. Prej fillim deri para 100-150 viteve, pavarësisht polemikave dhe problemeve, të gjithë kanë qenë të bashkuar rreth një fjale të Allahut në Kur'an. Të gjithë e kanë pas bindje që kjo është realiteti. Tha Allahu në surën Ali Imran: "Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u mërzitni shpirtërisht. Mos u dobësoni fizikisht. Për shkak se ju jeni më të lartit në qoftë se jeni besimtar. Këtë bindje e kanë pas edhe Mu'tazilit, edhe Ash'arit, edhe Murxhiat, edhe filozofët, edhe Ahlus Sunnetit, edhe Ahlul Hadithi. Krejt e kanë pas këtë bindje që na muslimanët, pavarësisht dikush me bidate që nuk e nxjerr pi fejes, dikush me bidate që e kanë nxjerr pi fejes, krejt e kanë pas bindje që na jena më të lartit, për shkak se na jena besimtarë. Na besojnë Allah subhanahu wa taala. Krejt e kanë pas bindje që zgjedhje, solucion është gjykimi i ligjit të Allah subhanahu wa taala. A kanë mujt me realizu? As kanë mujt me realizu? A kanë qenë të dopt? A kanë qenë të fort? A kanë qenë pak me numër? A kanë qenë shumë me numër? A kanë qenë me shumë municion? A kanë qenë me pak municion? Kjo s'ka lidhje, kjo s'është, nuk ka problem shumë. Çështja është se ata kanë pas bindje që na jena. Ani pse jena dopt, ani pse jena pak. Ama na jena më të mirë. Na jena më të mirë. Ligji i Allahut është solucioni për gjithçka. Vetëm kur zbatohet ligji i Allahut, atëherë zgjedhet problemeve. Jo besimtarët çka kanë bë? Jo besimtarët që kanë ndodhur me revolucionin borgjez francez, ku e kanë bën ndarjen e kishës prej shtetit dhe ku e kanë kufizu intervenimin e kishës vetëm në kishë, apo intervenimin e papës së tyre vetëm kish, vetëm në çështjet fetare që ata i kanë quajtur fetare, kurse punën e shtetit e kanë marrë në dorë njerëzit tjerë, laikët, ata kanë ecë përpara, apo. Përderisa kanë qenë nën kishën, përderisa ata i ka udhëheq papa, ata kanë qenë shumë mas kanë qenë. Po kur e kanë bërë këtë ndarje me revolucionin borgjez francez, kanë ecë shumë përpara, kanë shkuar shumë përpara. Dhe tash këtë ide për fat të keq
u kanë bjell muslimanëve në kokat e tyre, në zemrat e tyre. Se nëse ju shkoni me fen, keni me të mas. Leni fen për në xhami, ose punë tjera ndryshe misi. Atë muslimanët është ndryshe. Kur musliman kanë qenë me fe ç'ish duhet, kur muslimanët i ka udhëheq ligji i Allahut subhanahu wa taala, muslimanët kanë qenë sundimtar të tokës. Kur musliman kanë fillu me elan fen, thot Muhammed Kutbi, kur musliman kanë fillu me elan fen, dhe kur musliman kanë fillu me mendu se solucion është diçka tjetër, jo ligji i Allahut, se zgjedhja është demokracia dhe jo ligji i Allahut, apo më herët komunizmi, edhe jo ligji i Allahut subhanahu wa taala, muslimanët janë argat të perëndimit. Sot muslimanët janë argat të perëndimit për fat keq, e tham këtë fjalë, për shkak se kanë lënë fenë Allahut subhanahu wa taala. E kanë lënë zbatimin e ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe sot, një numër i madh i muslimanëve sot i ka syt ka perëndime. Atje e shef dritën. Atje e shef perspektivën. Atje e shef avancimin. Atje e shef ardhmërinë. Nuk e shef te ligji i Allahut subhanahu wa taala. Nuk e shef te ligji i Allahut subhanahu wa taala. Nuk e shef te fjala e Allahut, te fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në moment që është ndryshuar ligji i Allahut subhanahu wa taala, dhe në moment që muslimanët nuk e shohin se unë jam më i miri. Ja Allah, ha ku kanë mrinë ato? Po ato ku dojnë të mrinë? Çka dojnë të arrijnë? Ti je më i lartë nëse je besimtar, atë nëse je i dopt. Që duhet me punu për më forcua. Që duhet me dhënë mund, me i marrë sebepet, me ecë përpara. Ama, edhe në qoftë se je i dopt, edhe në qoftë se je pak, edhe në qoftë se je pak municion karshi tyre, edhe në qoftë se ata zotrojnë shumë diçka prej kësaj dunjaje, ti nuk zotron kur gjë, ti je më i lartë nëse je besimtar. Nëse besimtari nuk e ka këtë definicion, këtë parollë në zemrën e tij, sa dush me bë, atë më qenë para neve. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tha, na jena një popull të cilin Allahu e ka ngrit me Islam. Dhe persianët edhe romat s'kan mujt me kuptu, kanë thonë, çish ka me mundësi, ju të çoban me në udhëheq neve. Teni djeni kon çoban, teni djeni kon kërkushi, teni djekin jakin lypi neve, sot ju na lypi neve me u dhon besatim dhe na me ju ndëgju juve. Se ne kam pranuar. Po me çka arritën sahabët? Kur shkoi Hudhaifa te Kisra me çka? I thjesht, me galebit thjesht, ku e arnume, ku e shkort, me shpat shkurt, si mushkësi kur gja. Ama, Islami gjokës në ti ka mush. Umar ibn Khattabi, na jena një popull të cilin Allahu e ka ngrit me Islam, me fjallën e Allahut, me fjallën e pejgamberit stem, me ligjin e Allahut, dhe kush do që dëshiron me arrit krenarin, ngritjen, avancimin, me diçka tjetër jashtë Islamit, ka me nënçmu Allah subhanahu wa taala. Ka me nënçmu Allah subhanahu wa taala. Pra, i vetmi sen që i ban muslimant mu bashku sot, është thirrja në rrugën e Allahut, thirrja për zbatimin e ligjit të Allahut dhe bojkotimi i çdo ligji tjetër post ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Sot nuk mundën muslimant mu bashkue, ku në radhët e demokratëve ke hoxhallar që thrasin për avancimin e demokracisë. Nuk ka bashkim kështu. Nuk ka mundësi mu bashkue kur në radhët e komunistëve ka hoxhallar komunista. Ka thirrsa komunista, ka thirrsa liberal, ka thirrsa demokrat, ka edhe kështu me radhë, të cilët thrasin për avancimin e demokracisë, të cilët thrasin në atë se na nuk dojna me gjiku ligjin e Allahut. Na jena me një shtet demokrat dhe na i kina pranu rregullat e lojës, që me gjyku me ligjin tjetër e ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Kështu s'ka bashkim. Tu ka vetëm thellim të përçarjes. E të bashkuar janë ata të cilët janë bashku vetëm për avancimin dhe ngritjen e fjalës së Allahut subhanahu wa taala dhe mposhtjen e fjalës së kufrit dhe jo besimtarëve dhe mundu në maksimum për zbatimin e ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Allahu na bëfë tyre. Alhamdulillahi rabbil alamin.